çfarë mund ti thuash qytetarëve, votuesve më liçaj, kaq vite pas ju shkpute nga zoti Kurti, po të doje të ishe me zotin Kurti, sipas një platforme konformiste, që ftonte konformizëm në rrethonat e kohës Kurti. A do të ishe sot njëri shumë i poshtetshëm në pushtetin e Kurtit? Po të doje. Shqyr që s'jam, as për vete A do të ishe, po në një situatë hipotetike. Po, Çfarë mund të thuash njerëzve, sepse këtu çdo gjë inxhinierohet me tortën e pushtetit, me gjas, ka një ngjarje kolektive. Unë kam qenë vetëvendosje, që është edhe ti e din, dhe kem qenë për njerëzve që kom kontribu, atë sa kom ditë dhe kom mujt në vetëvendosje, bashkë me krejt tjerë, po për shkak se kom besu. Unë kom besu edhe në Kurtin, po për mu Kurti u koni lidhën në ide. Unë në Kurtin se kam as kushëre, as shok studime, as shok lagjes, as gjeneratës. Unë ju bashku vetëvendosjes për bindje dhe kauza, edhe ato kauza dhe bindje një moment jenë do. Tash 8 vjetë mu kuptu ato. Do më dikush i ka ditë edhe para me, unë nuk thamë që jam i pari. Amo unë dhe kolegët, shokët dhe shoqët që kemi dalë, e që jemi aktiv sot në Partinë Social-Demokrate, kemi hek dorë në një moment ku vetëvendosja hala së konë pushtet, po kënë fituzë që jetit. Kemi hek dorë në një moment ku konë kulmin e krahasimin e kaluar, dhe kemi refuzu çdo privilegj e mundësi që do ta kishim pas një dilemë. Ju e dini që grupi që ne sot jemi në PSD kemi qenë zemra edhe shpirti i lëvizjes së vendosjes. Nuk kemi dalë atje pse jemi dhënë me Kurtin. Nuk kemi pajtu. Po të kishim pas i dhënime, do të ishim kthy që kthehet edhe vjosa të tjerë në PLDK parti tjera. Ose po të ishim kohën të dhënum e pa bindje kishim përfunduar tashmë në parti tjera. Jeta jonë është jetë e cila ndoshta u bë dhe më e keqe se sa kur kemi qenë vetëvendosje sa i përket. Unë kam qenë deputet, hyrat kanë qenë shumë më të mëdha se sa janë sot. Dhe këto sim të qitë me viktimizu. Unë e bëj me shumë qef, jam shumë i lumtur që kemi vazhdu aktivitetin tonë që të mënyrë. Ato janë të përkashme. Vjosa Osmani u bë dhe presidente përmes Albin Kurtit. Po në fund, çka është trashëgimia e saj? Që shkon LDK, shkon vetëvendosje, kthehen LDK gjithmonë për poste. Cila është sheja që e kalon Kosovës? Kjo që flasim për ndërkombëtar, besomni, na kemi dëshirë, sidomos unë ty, marrëdhëniet e mira me Amerikën. Po nuk ka ndaj send që ka bënë ai ka përcem vjosa për dallim pikë Kavas. Sot Kosova edhe përkundër vjosës i ka më keq se sa i ka pas përpara. Marrëdhëniet janë ndërtu gat për shkak se janë përputhë dhe interesat. Interesat, po. Edhe na kemi pas njerëz që kanë ditë me i kuptu ato interesa, me i përputhë me interesat edhe tonat lokale ka pak. Sot kemi një problem, që interesi që sheshe politikën, qeveria aktuale, edhe që sheshe qeveria e STV-s, në vetë kanë kontradikta, e mas nej karaktere këto e bojnë edhe më të vështirë, po nuk e ka pështu Vjosa Osmani, s'po du mja hupun, e kom kuptu që ka relacion, po jem gatë politik me kuptu që kjo punë nuk bëhet, pse janë dy njerëz që folin telefoner. Për bes nuk bëhet kështu. Se më thonë që bëhet kështu, ish ku me marr, atë po nuk kryet kështu. Edhe ti e di më mirë zonë këtë pjesë. Prandaj unë po du me thonë, nuk është mirë me mendu që pika e fortë e Vjosa Osmanit për votusin, është që është të transmitua jo. Unë s'jam këtu me rujt Vjosa Osmanin, po është irrituese për popullin e Kosovës kur del edhe thu unë e thira, unë e bona. Dukesh më shumë i shqetësuar ndoshta Mulliçaj që mënyra e lojës së dobët të opozitarizmit, duke mos se njohur fare Kurti, duke përfasuar një diskurs defanziv politik, duke bërë lojën direkt të Kurtit, duke u sillur në atë rrethin dhe u borin direkt zotit Kurti, me tepër kjo po duket që po të shqetëson me këtë kapacitet që ka kjo opozit për ta vënë në funksion mobilizimin e qytetarit. Jam, se të kallëzova më herët, unë jam seriozisht i brengosur që nëse s'hyn grupi jonë parlamentar, jo pse jam unë, jo pse është ky grup, po kuadër shtyne që kem garu. Po, se herën e ardhshme do të garojnë njerëz më të mirë se ne neshta. Nuk e di këtë pjesë. Amo për një vend, për një çka që i vyn Kosovës.
Tjerë që ka dojnë as me garu për opozit. Dëgjojeni që po thojnë, ata ton konin ka kallzojnë që s'kanë më vijat kuqe, që po dojnë me hi me kurtin, që vendi nuk duhet me hi më në për kriza kështu. Prandaj unë po them që është na vet krejt hapësira opozitës thot. S'ka asnjë dilemë, na kemi bërë opozitën edhe për jashtë. Te din na kemi qenë edhe pak po brenda opozita më aktive. Sa më shumë vota, hala më aktiv, hala më shumë mbështetje. A mund besomni që nuk është kjo veç për me qenë në parlamentin e Kosovës. Na 3 herë s'kem garu fare. Po janë momente të cilat 6 veta nuk e nalin votimin. A mo e sensibilizojnë opinionin politik. I nalin do Krijojnë ide. Krijojnë mundu me kriju mas kritike për një çështje. Nashta s'u nalin vet, po të alarmum për mrena, të i bo sfida drejt për drejt. Atëherë kur dalim në protestë, kur ftojmë njerëz për çështje alarmante, nashta e nal populli. Prandaj ky është shqetësimi jam se kur opozita më në minus nuk ka hinë zgjedhje. Kuptimin e gjendjes morale, emocionale, të suksesit, të vullnetit, çka dush. S'ka është, pike 5 është, që thaj shoki jemi. Në fakt, tha, opozita kësa herë është ka një garë të mrenshme mrena partive. Jo mrena, herën e fundin konë cila po dele para, dyta partit opozitare. Tash gara është ndru krejt garë mrena partije. Betej për brenda llojit, po. Krejt mrena partisë, as mrena, jo LDK PDK. Është veç mrena, a Urani, a Lumiri, a Abdullahu, a i tjetri. Kjo për i bjenë si me qitë votusin në bo antarë dhe me pasë kësi zgjedhje një antarë një votë. Së është garë, as me kurtin, as me një tjetër. Fakt janë me neve në garë, në kuptimin e jo të numra, sa ta vendosë qytetari, po t'i deve po, se ajo sfida jonë vazhdimisht është t'u i detyru me majtë qëndrime, po qëndrimet i kanë Gjatje në politikë, deri tash nuk je tërhequr, nuk e di ç'do ndodh në qershor, që po vjet, nuk e di ç'do ndodh në vitin tjetër, por që e kemi këta argumente, kemi, je gjatë në politikë dhe nuk shihesh që je molis, nuk shihesh që je dorëzu, nuk shihesh që e ke dashur oportunizmin. Po ta doje ndoshta. Po ta japni premtim që s'ja po mja valor. Po të doje ndoshta do të ishte sot një ministër i rëndësishëm ose çka do pozitë tjetër kryetar kuvendi e çka do pozitë tjetër në këtë pushtet. Edhe sepse njerëz mbase du ta dinë. Edhe 6 vota një paqim, që jemi veç 6 kandidat, veç vetën e votofshim, edhe 6 deputet një marshim, në angazhimin politik se nalim. Do më në ki zotem po ta bëj qëtu, s'kem nevoj heq me thonë që të ka, është e pandalshme, sepse angazhimin që ne e bojmë është për shkak se besojmë në ide. Qëndrueshmëria nuk vjen as pi shëndetit, normalisht kur e ki shëndetin shumë keq, s'ki qare, po flas për kushte normale. As pi pare, as pi interesa, qëndrueshmëria vjen më shumë ti kur ki ide. Edhe besim në idenë që ti beson. Çaj jo të manë edhe vetë, të manë edhe në grupt. Na nuk jemi dashamirës me met, as dvagjel, as vetë, as pa pushtet. E dojmë edhe pushtetin, edhe kuvendin, edhe qeverin, pa më me i pinë poplin. Rrugë shkurt nuk njekim. Edhe as nuk e kam njetë, sepse unë besoj që përveç që e kam një farloj obligimi, unë kam rrugtu me vendosjen edhe kam supportuar aty. I rëndësishëm në rritjen e saj, më dhe i qaj. Absolutisht, e kam edhe një san tjetër që se kanë me gjas tjertë. Aktualisht që janë skenë, se gjithmonë kur thëmë se kanë tjertë, nuk thëmë se ka kërkush në Kosovë. Na që jemi të garu. As dijen, as guximin mu marrë me këtë pushtet tjertë. Gjithë një ma shumë po bindën që përveç grupit tonë, të tjerët se kanë as dijen, po as guximin për besë.